integrimit, për shkak të aferave korruptive të qeverisë, etj. Cila është e vërteta? Unë e di që të njoh, je njeri serios dhe objektiv edhe kur vjen puna tek e vërteta, pavarësisht që sot je në një pozicion shumë të rëndësishëm politik, por cila është e vërteta? Ta sqarojmë. Qeveria tot dritë jeshile, opozita tot është bllokuar. Ju në gazetari e dini shumë mirë që gjysmë e vërteta është më keq se gënjeshtra. Patjetër. Çka do të thotë që po thuan shumë gjysmë të vërteta për pjesën e raportit të Ibarit. Raporti i Ibarit është azi më tepër se sa pikat e ndërmjetme të cilat do duhet aprovohen nga vendet anëtare, 27. Pra çfarë ndodh teknikisht? Është një pjesë e procesit politik. Po ja shpjegoj në mënyrë shumë skematike. Nuk është teknike, është politika. Është teknike. Teknike. Dhe sigurisht që ka edhe opinione politike nga vendet. Pra, kemi raportin e Komisionit Evropian që thotë Shqipëria po ka bërë një punë shumë të mirë. Ne çojmë raportin ton ku themi po mirë. Le të themi edhe Parlamenti Evropian duket që ka afërsisht të njëjtin opinion. Por ne e dimë që Këshilli Politik është ai që vendos. Eksakt. Gjithë kjo paketë shkon te një grup që quhet Koela. Ky grup që quhet Koela është një grup nënministror me ekspertë të çdo vendi antar që janë të pranishëm aty dhe diskutojnë këtë raport. Tani, një nga vendet mund të ketë pikpyetjet e veta, sepse nga njerë vendet kanë edhe interesat e tyre kombëtare kur vjen puna për integrimin. Ne dim shumë mirë që integrimi është një levë shumë e mirë negociate. Ne dim shumë mirë që Slovenia i ka dhënë Kroacisë ca vite shumë të vështira në kohën kur Kroacia do donte të bëjë anëtare. Dhe e dim për çfarë, për një rip toke. Pikërisht, e dim shumë mirë që Franca ka bllokuar Britaninë e Madhe. Britania e Madhe është bërë vend anëtare BE-s në vitet 80. Sepse Franca ishte ajo që bllokonte dhe përdorte levat çka do të thotë. Po ne nuk kemi Britania e Madhe. Jo, por ne jemi Shqipëria, që do të thotë që disa vende kanë leva politike të cilat duan t'i përdorin dhe me të drejtën e tyre i përdorin për të proces. Tani, rezultati na intereson. Rezultati bllokuar apo jo? Absolutisht jo, përkundrazi. Prandaj quhet negociat. Unë mendoj që ne do të kemi brenda majit një diskutim të dytë dhe të tretë në grupin e Koelës, jemi duke dërguar përgjigjet tona, jemi duke bërë demarshet tona diplomatike dhe jam shumë shpresplot që ky proces do të avancojë me dritën e jeshile për Ibarin, ku ne pastaj kalojmë në kapitullin tjetër, ku fillojmë mbyllim kapitujt dhe kalojmë në vitin vendimtar. Ka një vonesë, ka një një delay, se në Shqipër që ka një vonesë? Nuk mund ta quajmë delay, nuk mund ta quajmë vonesë. Është thjesht një hapësirë kohore e arsyeshme për të bërë pyetje dhe për të marrë përgjigjet në kohën e duhur. Ne kemi në qershor kemi Këshillin Evropian që do të ketë atë mbledhjen e madhe, diskutimin e madh, kështu që jemi brenda afatit për ta realizuar këtë pjesë. Nuk them dot më shumë. Nuk të do më shumë, cilat vende janë që kanë këto pyetje të shtesë? Unë nuk kam parë, të them të drejtën, një dokument, kështu që s'mund t'i vë emrin tani dhe nuk më lejohet të flas me amëndësi, disa i kuptojmë sigurisht që po, të cilat mund të kenë pikpyetje, mbaj mend që kemi patur disa pyetje përpara se të hapeshin kapitujt edhe nga fqinjët, dhe është më se normale, por Shqipëria ka zgjedhur. Po, dhe pastaj ato çështje u zgjidhen dhe ne hapëm kapitull dhe çdo gjë tjetër. Pra, është kjo negociata e vazhdueshme që kjo tangoja e vazhdueshme. Po ka çështje konkrete, raste konkrete kryesisht që lidhen me ato që po heton drejtësia që pengojnë apo çështjet janë diskutime në parim? Le të themi që ka pyetje në parim për mënyrën se si demokracia po funksionon në Shqipëri. Unë besoj që shtetet serioze asnjëherë nuk japin çështje konkrete në një tryezë të madhe politike. Flitet për parimin, nuk flitet për raste individuale. Do ishte naivitet të mendoje që politika e ditës në Shqipëri transportohet tani në një tryezë të madhe me 27 vende, të cilat duan që ti si vend të respektosh parimin. Se çfarë ju intereson atyre në fund të ditës? Siguria juridike. Ne do hymë në një treg të përbashkët. Ky treg i përbashkët ka rëndësi që të ketë në radhë të parë një siguri juridike dhe më pas sigurinë ekonomike dhe çdo aspekt tjetër. Pra është objektive shumë përtej asaj që ne mund të perceptojmë sot brenda politikës së ditës. Para thoni brenda majit dritë jeshile dhe për Ibarin. Brenda majit besoj që ne do të kemi avancim të mëtejshëm në këtë proces. Një pyetje Ramon. Po. A mendoni se ka probleme të pasqaruar me fqinjët tanë, po përjashtoj Malin e Zi, Kosovën, kuptoj kufit, do më thënë fqinjët tokësorë, me Maqedoninë e Veriut dhe Greqinë, sidomos?
Ne e dim shumë mirë që Shqipëria ka një politik zero probleme me fqinjët. Dhe është një politik të cilën unë besoj që e kemi patur edhe në mënyrë transcendentale, pra si vend me ullje ngritjet e saj nuk kemi krijuar ndonjëherë problematika. Ishme tepër tani me qeverisën socialiste, ne e kemi thënë në mënyrë të artikuluar këtë pjesë. Me Greqinë nuk kemi absolutisht asnjë problem, kemi çështje të cilat janë të mbartura dhe duhet të sqarohen. Bile kemi dhe ne çështje me ta. Një nga çështjet për shembull që mund të përmend ka të bëjë me kërkesën e Greqisë për punën e pronave të minoritetit. Po kjo është dhe çështje shqiptare. E vërtet është. Nuk është vetëm çështje e minoritetit. Pra, duhen sqaruar. Kemi çështjen e marrëveshjes së detit, shelfit kontinental. Për cilën keni rënë dakord ta zgjidhni gjykatë. Pikërisht që para vitesh, tani kemi rënë dakord të bëjmë një dokument strategjik, të bashkëpunimit strategjik për ata që din ta përkthejnë çfarë do thot një moment i ri vullneti për të zgjidhur këtë çështje. Me Maqedoninë e Veriut absolutisht edhe për faktin se ne nuk Maqedonia e Veriut ka problemet e veta si ka me ne. Nuk në tema të vendeve të tjera. Problem tjetër thoni ju? Shiko, në raport me Ibarin, unë mendoj që të dy forcat politike kanë nga një gjysmë të vërtet dhe nga një gjysmë jo të pavërtet brenda deklaratave të tyre. Integrimi Europian është një proces, po, është negociat. Dhe Ibari është një moment i ndërmjetëm, është një provim i ndërmjetëm për procesin se si ka ecur deri tani. Sado që ky proces mund të ketë në letra të gjithë, po themi, standardin e duhur, të gjithë retorikën e duhur, të gjithë plotësimet dhe çekimet e duhura, unë besoj që në tetë dhe këtë besoj, nuk e them se e besoj unë kështu, po sepse është një realitet që ne e prekim çdo ditë, mendoj që brenda gjykimit teknik është ai, po themi, gjykimi politik që e bën skeptik këtë provimin e ndërmjetëm, le të themi, raportin e Ibarit. Unë besoj që raporti politik dhe sidomos i këtyre 8-9 vendeve ku me sa kam informacion, njëri prej tyre është Gjermania, ka të bëjë me shtetin ligjor, me të drejtat dhe liritë e njeriut, ka të bëjë me reformën në drejtësi dhe ashtu siç ne gjithmonë kemi thënë, reforma në drejtësi është një pikë ku shtetet europiane, veçanërisht Gjermania, nuk të tolerojnë. Kështu që unë besoj që pavarësisht se ne mund të çojmë tonelata me letra, dosje pafunda atje të plotësuara, ligje të miratuar, le t'i bëjmë bashkë aty në kuvend, në radhë të parë ne duhet të shikojmë realitetin. Ne sot e dim cili është realiteti. Ne sot kemi një realitet politiko-social ku korrupsioni është një nga po themi hallkat kryesore që futet në çdo qelizë të jetës së shqiptarit. Sot ende nuk e kemi një shtet funksional të drejtës. Qytetarët nuk janë ende të barabartë përpara ligjit. Kemi ende të pasgjidhur çështjet e pronave. Unë kam frikë Olanda, unë shpresoj shumë. Unë kam një dilemë tjetër. Nuk jam as me pjesën. Duke mbështetur atë që thua ti. Unë kam një dilemë edhe më të madhe se kaq. Unë them që jemi pak më keq se drejtësia, me thënë vërtetën. Nëse ti thua që ne nisëm reformën e drejtësisë kur kishim 20.000 dosje, po i rumbullakos, ishin më pak, të prapambetura, dhe sot pas kemi 200.000 dosje apo 160, atëherë për çfarë bëm të reformën? Ose është bërë diçka që ka diçka që duhet. Nuk është vetëm reforme. Jo, është përmbajtje, flasim për qytetarët, flasim për dosjet prapambetura. Dakor, por ti deri përpara, po themi se të ideoje reforma në drejtësi, ne kemi patur një drejtësi që nuk funksionon dhe një drejtësi të kapur. Po pra, që s'funksionon. Po mirë, është një proces. Siç është proces integrimi europian, nga 20.000 shkojnë 200.000, nuk është proces, është proces i dështuar për qytetarët e thjeshtë, po thas. Po dakord, është një proces i dështuar, duhet ta vërtetojmë këtë që është një proces i dështuar. Shifrat e vërtetojnë. Cilat shifra? Që nga dosjet mbartura nga 20.000 janë për 200.000. Dakord, po është një proces i cili besoj që sa do zgjat sikur procesi më të Hollandë 10 vjet, u bëm 10 vjet. 2016-2026. A ka dhënë sinjale reforma në drejtësi? Unë intervistova djeta, kemi kaluar te faza e dytë. Kjo faza e parë? Shiko, ajo që ne sot duhet të shikojmë me sy të qartë edhe me vërtetësi është, a funksionon shteti të drejtës në Shqipëri apo jo? Unë them që jo. Unë them që ka filluar të funksionojë sot. Unë them që jo për qytetarën. Unë si qytetari thjesht që kam 2 procese gjyqësore që i kam humbur pa drejtë, them që jo. Ajo që
ato 8 vende, 9 vende janë skeptik, unë besoj që është e gjithë marrëdhënia me reformën në drejtësi. Kur përmendim Ku ti referohesh reformë drejtësi, ne kemi se ju jeni keni profil politikani dhe unë kur referohem reformë drejtësi, ju merrni parasysh 2% e dosjeve të spagut. Ndërkohë që unë po flas për 98% të dosjeve të tjera, cilat janë pasgjidhje për qytetarët e tjerë. Shiko, unë besoj që është një proces shumë i gjatë. Mund të kemi të gjithë vërejtjet e duhura dhe secili prej nesh mund të ketë vërejtje për mënyrën se si funksionon, për qëndrimin apo mos për qëndrimin, mungesën po themi e kapitalit njerëzor në fushën e drejtësisë. Por padyshim, asgjë prej këtyre nuk mund të na ndalë dhe nuk mund të na kthejë brapa në reformën në drejtësi, sepse reforma në drejtësi, raporti me reformën në drejtësi. Po flet me personin që ndoshta e ka marrë vesh para te që do ketë reformë drejtësi. Dhe unë kam qenë në ata dhe mbetem me mbështetjes këtij reforme. Por në fund fare unë shoh rezultatet, unë jam gazetar, unë shoh shifrat. Nëse ti thua nisëm reformën 2014, se kishim 20.000 dosje të prapambetura, dhe sot kanë arritur 200.000. Nuk u nis vetëm për shkak të dosjeve të prapambetura. Nuk u nis vetëm. Nëse mund të ndërhyj në këtë pjesë. Që është i kapur. Po prapë i kapur është sistemi i drejtësisë. Diskutimi i gjatë. Dhe ka kapur po njëti person që e kishte të kapur. Edhe këtu do të flas për këto. Flasëm edhe për këto. Është i kapur po nga njëti person që e kishte të kapur. Nga Sali Berisha. Po pse? Nëse flet për kapje. Unë nuk flas për kapje. Unë flas për reformën për qytetarët. Lutem, Sali Berisha, ju i dini shumë mirë qëndrimet e mia për Sali Berisha. Po flasëm, nuk flas të çka Sali Berisha në 35 vite politik nuk ka qenë absolutisht i vetëm. Në rregull? Ne kemi ndryshime kushtetuese të rregullta, të cilat i mbajnë në pushtet. Ose zero, rritë reforma në drejtësi pra. Po reforma në drejtësi, ka vetëm një përgjegjës, po ta them kush është përgjegjësi. Është Edi Rama për dështimin e saj. Ky është mendimi im. Po në rregull atëherë, ja ku e ke përgjigjem se i bari. Nuk është kjo përgjigje. Unë mendoj që ne nganjëherë hiperfokusohemi te vetja jonë. Hiperfokusohemi. Pra ne tash të qytetarë. Dhe është e çuditshme